Mirëmëngjes të dashur peshqi. Do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është 4 të shpatës. Shikoni një vajzë këtu, janë letra moderne tarot, një vajzë duke e dëgjuar me dëgjues aty dhe duke u qetësuar, pushuar. Tërhiqu. Ja çfarë thot letra, tërhiqu, pushimi nuk është humbje kohe, absolutisht, është rikthim tek vetja juaj. Nevojë për pushim dhe reflektim. Pas gjitha këtyre ngjarjeve, ndjesive, zgjedhjeve, sfidave, çfarë do të ketë ndodhur, kjo letër ju thot ndaloni. Tani është koha për të mbyllur zërat e jashtëm dhe të dëgjosh vetëm veten tënde. Rigjenerim mendor mund të jetë, po ndodh shumë në kokën dhe zemrën tënde. Katërshja e shpatës të fton të shërohesh përmes qetësisë, meditimit, shkrimit ose edhe vetëm një gjumi të mirë, një pushimi të mirë, të dashur peshqi. Tërhiqja e shëndetshme, nuk e pse të shpjegosh asnjërit për asgjë. Është në rregull të shkëputesh, për pak, dhe të mos jesh e disponueshme për askë. Nëse ka të bëjmë marrëdhënie, mund të nuk kuptoj një pauzë emocionale, por për të rikthyer balancën, të jep leje, por të mos marr vendime të rëndësishme derisa të jesh e qartë absolutisht mendërisht. Do thot një pushim i domosdoshëm nga çfarë do që ju ka lodhur apo çfarë do ju rrethon, të dashur peshqi. Një fjali për ta mbajtur mend, kur e qetëson mendjen, e dëgjon shpirtin.